Një denoncim tjetër shqetësues ka mbërritur në media duke hedhur dritë mbi një akt dhune të rënë në qytetin e Elbasanit ku përfshihen emra të njohur të botës së krimit dhe një kandidate por deputet në Partinë Socialiste. Sipas qytetarit denoncues, ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë kur shkëlqen Hasan Papa, një individ me të kaluar kriminale brenda dhe jashtë vendit, ka dhënuar brutalisht Avni Memën, i njohur si shoferi i zyrtarit të lartë shtetëror. Burimet pretendojnë se ngjarja ka ndodhur me porosi të Sara Milas, kandidate për deputet në Partinë Socialiste në Elbasan, e cila përflitet se gëzon mbështetjen e grupeve të krimit organizuar në këtë qytet. Dyshohet se sulmi ndaj Memos është kryer si formë akmarrje pasi ai kishte refuzuar të mbështesë Sarën në zgjedhjet e 11 majit, duke preferuar të angazhohej në fushatën e një kandidate të së njëjtës parti. Sipas denoncimit, pasi kandidatja Sara Mila ka shprehur pakënaqësi te miqtë e saj të fortë, këta të fundit urdhëruan që Hasan Papa t'i jepte një mësim Avni Memës. Ky i fundit përfundoi në spital me fraktura të shumta si pasojë e dhunës së egër fizike. Qytetari i cili ka raportuar ngjarjen i bën thirrje institucioneve të reagojë dhe të marrin masa të menjëhershme ndaj autorëve, duke konsideruar këtë si një tregues të rrezikshëm të agresivitetit që po karakterizon fushatën elektorale në nivel lokal. Në sipërfaqe, fushata mund të duket e qetë, me batuta të zakonshme politike, por në terren ndodhin sulme të tilla që ngjasojnë me shumë gjueti hienash sesa me garë demokratike.